sa i përket zgjedhjeve, të gjithë jemi pajtuar që, siç e dini, kushtetuta parashet që zgjedhje mund të ketë në disa raste, në qoftë se 2/3 e kuvendit vendosin dhe votojnë për shpërndarje të kuvendit, në qoftë se dështojmë në zgjedhjen e qeverisë, dhe në qoftë se ka pastaj vot mosbesimi ndaj qeverisë. Janë këto opsionet. Për momentin pa konstituim të kuvendit nuk mund të shkohet te asnjëra nga këto 3 opsione. Pra edhe në qoftë se partit pajtohen mes vete për me shku në zgjedhje, fillimisht duhet me u konstitu kuvendi. Dhe tek pas konstituimit pastaj ka qoftë vot për shpërndarje të kuvendit dhe pastaj unë si presidente caktoj datën e zgjedhjes, qoftë nuk arrin ndoshta me i bo numrat, edhe pse kjo nuk është çështje që unë mundem tash me përcaktu, se a bëhen numrat për qeveria apo jo, mirë po kushtetuta parashet që nëse nuk bëhen janë afatet e caktuara brenda të cilave unë detyrohem si presidente me quvendin zgjedhje. Por parakusht për këtë është konstituimi i kuvendit. U fol që nëse shkohet shumë gjatë, mund të vijmë në një pikë ku liderët duhet të ulen dhe të pajtohen për zgjedhje, mirë po edhe për këtë parakusht është konstituimi i kuvendit, pra pa u pajtu për konstituim të kuvendit s'mund të pajtohen as për zgjedhje. Kjo është pak a shumë situata jo vetëm politike, por edhe kushtetuese, sepse kushtetuta nuk lejon pa pas konstituim të kuvendit që të ecin përpara me zgjedhje. Pra as unë si presidente, se unë e di shpeshherë kemi pyetje edhe nga qytetarët, edhe nga të tjerët, pse s'pe dërgon vendin zgjedhje, përveç që unë mendoj që nuk ka nevojë vendi për zgjedhje shpesh për arsye të stabilitetit politik e tjera shpenzimeve të shumta, po kjo është çështje tjetër. Në qoftë se kanë vullnet deputetët e kuvendit të Kosovës, ata mund ta imponojnë një proces zgjedhor të hershëm, por paraprakisht duhet patjetër të konstituohet kuvendi. Unë nuk mund ta ushtroj një detyrë të tillë, pra shpalljen e zgjedhjeve pa u plotësuar kriteret kushtetuese. Për momentin nuk janë plotësuar ato kritere.